والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësia dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 21 të surës Ibrahim, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana an la natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaytumuna wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. E përse të mos mbështetemi tek Allahu kura i tashmë na ka treguar rrugën e drejtë me të cilën po ecim. Ne do t'i durojmë për ndjekjet tuaja e ata që besojnë. Dhe ata që besojnë, le të shpresojnë dhe të mbështeten vetëm tek Allahu. Dallimi mes fjalës tawakkul, mbështetje tek Allahu, dhe at-tawakkul, që është për dembelizëm, për tatësi, në dritën e Kuranit të shenjtë dhe në sunetin e bekuar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, është një dallim thelbësor dhe i rëndësishëm që lidhet me qëndrimin e njeriut ndaj përgjegjësisë, punës dhe detyrave të tij në këtë jetë. Në jetën tonë fetare e shpirtërore, mbështetja tek Allahu e tawakkul është një nga shtyllat më të rëndësishme të besimit. Në Kuranin e shenjtë ka shumë ajete që flasin dhe na urdhërojnë për mbështetjen tek Allahu fuqiplot. Për atyre ajeteve është edhe ajeti 58 i surës Furqan, në të cilin Allahu i plot fuqishëm thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira." Mbështetu në të përjetshmin, i cili nuk vdes, dhe madhroja atë me falëndërim. Ai i di mjaft mirë gjunahet e robëve të vet. Ky ajet ka kuptime dhe mesazhe. Dhe kuptimet e tij, mesazhet e tij janë: së pari, fjala mbështetu në të gjithë jetshmin, pra të përjetshmin, i cili nuk vdes, është urdhër për mbështetje të tawakkul, për mbështetje të vërtet, pra mbështetje absolute tek Allahu fuqiplot, sepse ai është i përjetshëm, i qëndrueshëm dhe kur nuk vdes. Të gjitha krijesat e tjera, gjithçka që gjendet në këtë ekzistencë, janë të përkohshëm dhe të varur prej tij, prej Allahut fuqiplot. Fjalia e ajetit madhroja atë me falënderim, do të thotë falënderoje, lavdëroje dhe adhuroje Allahun me mirënjohje, me bindje dhe me frikë respekt. Kjo
është një shenjë e njohjes dhe e pranimit të madhështisë së tij, që qoftë i lavdruar dhe lartësuar. Fjalia e fundit e ajetit, ai i di mirë gjunahet e robëve të vet, do të thotë se Allahu i njeh plotësisht mëkatet dhe gabimet e njerëzve, qofshin ato të fshehta apo të dukshme. Dhe kjo na nxit për pendim, sinqeritet dhe ruajtje nga gjunahet, sepse asgjë nuk i fshihet Allahut fuqiplot. Ndërsa në ajetin 3 të surës Talaq, Allahu i madhruar thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kush mbështetet tek Allahu, ai i mjafton atij. Pra Allahu i mjafton atij. Ky ajet tregon se Allahu fuqiplot garanton ndihmë dhe furnizim për atë që mbështetet vërtet tek ai dhe tek askush tjetër. Në ajetin 21 të surës Ibrahim, Allahu thot: "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten ata që kërkojnë pra mbështetje, dhe tek askush tjetër. Në ajetin 159 të surës Ali Imran, Allahu i lartësuar thot: "Fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin." E kur të vendosësh për një çështje, për një punë, atëherë mbështetu tek Allahu, sepse Allahu i do ata që mbështeten pra tek ai. Pra nëse vendos ti o njeri të bësh një punë apo diçka, vendos për një çështje, pikë së pari mbështetu tek Allahu fuqiplot. Kërkoj atij mbarësi, kërkoj sukses, kërkoj lehtësi, sepse ai është i gjithditur, i mirë informuar për gjithçka. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Sikur të mbështeteshit tek Allahu siç i takon të mbështeteni, ai do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon zojt, dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në darkë të ngopur." Kuptimi i këtij hadithi të begat për profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është se zojt dalin dhe kërkojnë rrezikun, furnizimin, pra punojnë dhe mbështeten tek Allahu. Edhe ne ashtu duhet bëjmë. Bazuar pra në ajetet e përmendura dhe në ajetet e tjera pra që flasin për mbështetjen tek Allahu tawakkul, po ashtu edhe tek thënia e profetit Muhammed, themi se kuptimi i mbështetjes tek Allahu do të thotë, pa fjala tawakkul, ka kuptimin së pari besimi sinqert në zemër se Allahu është rregulluesi dhe përcaktuesi i çdo gjëje, duke kryer pra detyrat fetare dhe jetësore. Së dyti, mbështetje ka kuptimin pra mbështetjet e Allahu i lartësuar duke bërë përpjekje dhe duke marrë në konsiderat shkaqet. Asgjë nuk ka vetvetiu. Është ligji shkak pasojë. Dhe ne duhet i marrim në konsiderat shkaqet e gjithçka. Kuptimi i tawakkul është përpjekje pra duke marrë në konsiderat për shkaqet. Tjetër, së katërti, fjala tawakkul, mbështetjet tek Allah, do thotë bashkim
i punës me besimin. Ja ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat. O ju që keni besuar dhe bërë vepra të mira. Puna dhe besimi janë binjak, nuk ndahen me njëri tjetër, as edhe një herë. Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kujt i jepet mbështetja tek Allahu e tawakkul, atij i jepet edhe mjaftueshmëria, pra është i panevojshëm për njerëzit, sepse Allahu e furnizon atë që i mbështetet aty ku nuk e pret. A i keni lexuar fjalën e Allahut, kush mbështetet te Allahu, ai mjafton atij? E përfundon pra thënien e Imam Sadiku. Paqja qoftë mbi të. Ky hadith për Imam Sadikut na mëson se mbështetja tek Allahu e tawakkul nuk është të rrish duar kryq, por të punosh me përkushtim, ndërsa zemrën ta kesh të lidhur me Allahun, me krijuesin e gjithësisë. Gjymtyrët të jenë në lëvizje për të kërkuar mirësitë, për të punuar, ndërsa zemra, kur je duke kërkuar rizkun, kur je duke kërkuar mirësinë e jetesës, zemra të jetë e lidhur me Allahun dhe me askën tjetër. Po, çfarë kuptimi ka fjala tawakkul? Fjala tawakkul ka kuptimin së pari pretendim për mbështetje tek Allahu pa bërë përpjekje dhe pa punuar. Kuptimi e tawakkul dhe jo pra tawakkul. E tawakkul pra parapat më thush portacia apo dembelizmi. Dhe do të thotë që të pretendosh për mbështetje tek Allahu pa bërë përpjekje dhe pa punuar. Pra të thosh, o Zot, më jep kot. Por kjo nuk ekziston në fenë e pastër islame. Kuptimi të tawakkul është përtatësi dhe neglizhencë e mbështjellë me petkun e fesë. Dhe kjo është përsëri pra një gabim i madh. Që ta mbledhësh neglizhencën, dembelizmin, përtatësinë me petkun e fesë. Ndërkohë që feja thotë që puno, kërko, përpiqu, sakrifiko dhe mos rri duar kryq, mos rri ulur. Allahu thotë në Kur'an: "Wa ja'alna an-nahara ma'asha", dhe ne e kemi bërë ditën për të kërkuar pra jetesën. At-tawakkul, pra si që më të përtatësia, neglizenca, dembelizmi, tawakkul kundërshton shpirtin e Islamit, që nxit për punë, për pjekje dhe marrje përgjegjësie mbi supe. At-tawakkul është i refuzuar plotësisht në Islam dhe nuk ka bazë fetare. Në thel, at-tawakkul është pa aftësi pra e veshur me petkun e fesë. Shumë njerëz e ngatrojnë mbështetjen e sinqertë, e të vërtetë, të tawakkul me dembelizmin, përtatësinë dhe pasivitetin e veshur me petkun fetar, që është at-tawakkul. Duke veshur vetes një arsyetim fetar që në të vërtetë është i pavërtet. Siç është rasti i disa shokëve të profetit, të cilët kur zbriti ajeti kush mbështetet tek Allahu, ai mjafton atij,
e keq kuptuan mbështetjen tek Allahu. Ata e braktisën punën dhe u izoluan për adhurim, duke thënë se Allahu do t'i furnizoj. Mirë kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi e mësoi këtë, shkoi tek ata dhe u tha: kush vepron kështu, nuk do t'i pranohet pra lutje e adhurimit. Ju takon të kërkoni furnizimin dhe jo të uleni. Të kërkoni furnizimin duke u mbështetur tek Allahu fuqiplot. Dhe jo të qëndroni pra duke adhuruar dhe të kërkoni adhurimin. Kjo ngjarje tregon se mbështetja tek Allahu e tawakkul nuk bie ndesh me përpjekjen për të kërkuar pra të mirat materiale brenda kufive, kornizave që ka caktuar Allahu dhe për t'i përdor ato mirësi, ato begati në jetën e përditshme dhe aty ku e pëlqen Allahu. Është detyrë e çdo njeriu të sigurojë mjetet e jetesës së tij në këtë jetë, pra duke punuar, duke u përpjekur, duke kërkuar, dhe jo duke qëndruar ulur dhe vetë të ngre duart: o Zot më furnizo, o Zot më shto rrezikun. Kjo është e refuzuar në Islam. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, kur pa disa të rinj të shëndetshëm të ulur në xhami dhe pa punë, i pyeti: kush jeni ju? Ata thanë: jemi të mbështetur tek Allahu. Imam Aliu u tha: jo, ju jeni ata që ushqeheni në emër të mbështetjes tek Allahu. Nëse do të ishit të vërtet në atë që thoni, si do të ishte mbështetja juaj tek Allahu? Ata thanë: kur gjejmë, ham, dhe kur nuk gjejmë, durojmë. Imam Aliu u tha: edhe qend kështu bëjnë. Pastaj u tha atyre: ne kur gjejmë japim dhe kur nuk gjejmë falenderojmë. Pak tregon edhe moralin e lartë të ehli bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pra kur gjejmë furnizim, ne u japim, dhe kur nuk gjejmë, falenderojmë. Pra edhe kjo historit na tregon se dembelizni, përtacia, neglizhenca apo mbështetja tek Allahu pa punë është e refuzuar në fenë e pastër Islam. Transmetohet se profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, pa disa njerëz që nuk punonin tokën dhe thoshin se janë të mbështetur, pra të mbështetur tek Allahu. Prisni që toka të japi vetë prodhim. Prisni që Allahu të zbresi prodhime, mirësi në tokën pa punuar. Profeti u tha: jo, thot, ju jeni vetëm të mbështetur në fjalë, jo me zemër. Pra, ju jeni të mbështetur vetë se thoni jemi të mbështetur tek Allahu dhe zemra ju është larg Allahut. Pra, me shqip, ju jeni dembel, neglizhues dhe përtac. Dhe nuk jeni pra punëtor, përpjekës, sakrifikues dhe kërkues të furnizimit tuaj. Të dashur vëllezër dhe motra, mbështetja e vërtet tek Allahu nuk është pasivitet. Ajo është një gjendje zemre dhe jo justifikim për dembelizëm.
Allahu nuk e do përtacin, as dembelin, por Allahu e don atë që punon dhe pastaj ja dorëzon çështjen Zotit. Pra kur vendos të punoj, mbështetet tek Allahu, i lutet atij për mbarësi, për lehtësim dhe për shtim të bereqetit të tij. Shembulli i profetit Muhammed dhe e ehlibejtit të tij të pastër është praktika më e pastër e mbështetjes tek Allahu tawakkul, sepse ata kur nuk e ndan punën nga besimi, ata të gjithë punonin, edhe vetë profeti punonte, Imam Aliu punonte, pra që të gjithë pra besonin dhe punonin, duke u mbështetur tek Allahu fuqiplot. Profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: i mençuri është ai që e qorton veten dhe punon për atë që vjen pas vdekjes, ndërsa i paafti është ai që ndjek dëshirat e veta dhe shpresat tek Allahu pa punuar. Pra, sipas këtij hadithit të bekuar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, i paafti është ai që jeton vetëm me dëshira e shpresa të kota pa bërë asnjë vepër. Pra, është ai që vetëm ëndron natën dhe ditën dhe nuk hedh asnjë hap për të punuar, për të përpjekur në jetën e tij. Në fund, mund të bëjmë një përmbledhje të dallimit mes at-tawakkul, mbështetje vërtet tek Allahu, dhe at-tawakkul, tembelizmi, pra i veshur në petkun fetar, dhe themi: tawakkul është mbështetje te Allahu me punë. Tawakkul pretendim pa mbështetje pa punë. At-tawakkul është i shoqëruar me marrjen me konsideratë shkaqeve. At-tawakkul është i shoqëruar pa asnjë përpjekje apo shkak. At-tawakkul është i lavdëruar në Kur'an dhe në Sunet. At-tawakkul është i qortuar nga Kurani dhe profetit dhe quhet si paaftësi. At-tawakkul është shenjë e besimit dhe mençurisë. At-tawakkul është shenjë e përtatësisë, tembelizmit dhe keqkuptimit. Allahu na bëft për atyre mbështetësve të vërtetë tek ai. Allahu na bëft për atyre që përpiqen, punojnë me gjymtyrët e tyre dhe zemrat e tyre janë të lidhura me Allahun fuqiplot. O Allahu im, na bëj nga ata që punojnë me zell dhe mbështeten me zemër vetëm tek ti. Na jep kuptim të saktë të mbështetjes tek ti dhe na ruaj nga përtatësia, tembelizmi dhe neglizhenca që vishet me petkun e fesë. Allahu ju ruaj, ju bekoft dhe ju begatoft, ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.